Një nga fëmijët e Drande Hotaj, Lule Zefi, ka deklaruar se familja nuk kishte dieni për pronën në Velipoj deri në vitin 2015. Megjithatë, në janar 2012, përmes një prokure të dhënë për Ardian Becin, nisën procedurat për njohjen e pronës pranë Agjencisë së Kthimit të Pronave dhe në gjykata. Pas vendimit të gjykatës së Shkodrës, që e shpalli pronare të rreth 390 dynymeve tokë në Pulaj, 91 vjeçaria hartoi një testament, duke ja lënë pasurinë nipit të saj, Pëllumb Gjoka. Më pas, përmes kontratave të nënshkruara nga Beci në emër të saj, prona u tjetërsua. Pjesë të konsiderueshme i u shitën kompanive të lidhura me Gjokën dhe me ish-deputetin Agron Çela. Një pjesë tjetër u transferua përmes kontrate dhurimi. Edhe pse Agjencia e Kthimit të Pronave kishte ngritur dyshime mbi dokumentacionin, gjykatat e konfirmuan pronësinë, e cila u certifikua përfundimisht në vitin 2017. Në vitin 2022, Prokuroria e Shkodrës hetoi rastin për dyshime falsifikimi, por procedimi u pushua pasi ekspertizat nuk konstatuan manipulime në dokumente. Ndërkohë, hetimet e SPAK arritën në përfundim të kundërt, duke pretenduar se dokumentet ishin të falsifikuara dhe se në proces ishin përfshirë noterë dhe persona të lidhur me kompanitë përfituese. Në korrik 2021, toka u përfshi në projektin Silver Sand Resort, një investim prej 52 milion eurosh nga kompania Imperial Group, e shpallur investitor strategjik. Projekti parashikonte ndërtimin e hoteleve dhe vilave luksoze, pavarësisht kundërshtimeve të Bashkisë së Shkodrës për mospërputhje me planin vendor. Sipas ekspertëve, skema e tjetërsimit të pronës dhe përdorimi i statusit investitor strategjik mund të shërbejnë si mekanizma për legalizimin e kapitaleve me origjinë të dyshimt, një fenomen që evidentohet edhe në raportet ndërkombëtare mbi pastrimin e parave në Shqipëri.